Dhe ashtu si që premtova, një pjesë e konsiderueshme e këtij takimi do t'i kushtohet diasporës shqiptare, me tekst të veçantë asaj që jeton dhe vepron në Zvicër. Më saktësisht do të ndalemi tek diaspora në Zyrich, të cilët përkundër faktit që jetojnë larg Kosovës, bëjnë një punë të jashtëzakonshme në ruajtjen e arsimit, në ruajtjen e gjuhës, në ruajtjen e kulturës sonë shqiptare. Dhe kemi kënaqësi që në një lidhje të drejtë për drejtë nga Zyrihi kemi zotrin Naser Ulaj nga Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar në Infrashri. Përshëndetje i nderuar, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit edhe për juve që keni marrë kohën që të na interesoheni edhe për diasporën, për mërgatën tonë. Me shumë kënaqësi. Zotri Ulaj, po lidhe me një element nga reportazhi që kishim kënaqësinë ta xhironim në Gjenevë. Atje takova shqiptar shumë, por ishte interesant. Pothuajse çdo i treti, katërti ishin nga Gjilani. Tani, si qëndron puna në Zyrich? Nga cila pjesë e Kosovës ka më shumë? Shiko, edhe Zyrihi qenë ka sikur Gjeneva. Okej, do të thotë edhe në Zyrich kemi shumë nga Gjilani. Unë e shoh sipas numrit të nxënësve, do thotë vërtet edhe këtu ka shumë nga ana e Gjilanit, por nga e gjithë Kosova, kuptohet, Zvicra është edhe pak do të kërkojmë edhe ne një kanton tonin këto që të kemi. E bukur, do të ishte shumë interesant. I nderuar, në kuadër të lidhjes së arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në Infrashri, keni bërë dhe vazhdoni të bëni një punë jashtëzakonisht të rëndësishme mbi të gjitha në ruajtjen e gjuhës edhe të kulturës tek brezat e rinj, sepse ne e dimë që brezat të themi më të vjetër e kanë ruajtur, e duan, e pëlqejnë shumë, por në ditët e sotme është ndruar në një sfidë të madhe ruajtja e gjuhës shqipe, madje edhe në vendet shqipfolse, e LRM në një vend krejtësisht të largët. Do doja fillimisht flasim për krijimin e kësaj lidhje, për mënyrën se si funksionon dhe punë që ju bëni atje. Po, të them se të bisedojmë me për lidhjen dhe për krijimin e lidhjes do të bisedohet orë të tëra, por kuptohet Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar është krijuar në vitet e 90-ta, do të thotë saktësisht në vitin 1992, kur në atë kohë ishte ende e organizuar nga ambasadat jugosllavisë atë kohë, ishte organizuar mësimi në një farë mënyrë, po kuptohet sipas plan programit të tyre. Dhe me iniciativën e shumë mësuesve shqiptar të cilët kishin emigruar këtu në Zvicër, gjithsesi flas për Zyrihun, do të së bashku me prindërit të cilët faktikisht kishin interesim të madh që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe anëtare, do thotë u krijua lidhja e arsimtarëve shqiptar, do thotë ishte lash në fillim. Pastaj me kyçjen edhe të prindërve, do të ka marrë emrin edhe Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar. Kështu që nga ai moment, do thot plot para 2-3 viteve kemi festuar 30 vjetorin në krijimin e Lidhjes së Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar. Kështu që tash kanë kaluar 3 dekada që funksionon. Kuptohet qëllimi i Lidhjes së Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar ishte ruajtja e gjuhës, identitetit dhe kulturës sonë kombëtare. Kuptohet, siç e thatë edhe ju më herët, këta mësues të cilët po punojnë këtu në diasporë, vërtet kanë bërë një punë të mrekullueshme, të cilën faktikisht ndoshta do të flet historia për këtë gjë, sepse kanë punuar në mënyra, në kushte shumë të papërshtatshme, edhe me një thujase le të papërshtatshme, por edhe pa mënyrë vullnetare thjesht, sepse fillimi ishte i vështirë, jo sikurse sot, sikur është do të kuptohet për shkak na sot bisedojmë nga Morgata, sikur me qenë në Kosovë, por ishte pa telefoni, pa me internet dhe njerëzit, ata aktivistët të cilët kanë punuar për shkollën shqipe, është dashur ndoshta të trokitet derë në derë, të gjendet ku ka banorë shqiptar që të filluan klasat e para të gjuhës shqipe. Shumë e veçantë. Kështu që vërtet janë për një merit edhe për një
punë të shenjtë që kanë bërë. Nëse do të bënim një krahasim me ditët e sotme, me këtë të kaluar shumë interesante, ku kërkoni derë më derë shqiptarë që t'ua merrni fëmijët dhe t'ua mësonit edhe gjuhën shqipe, dhe që sigurisht gatishmëria ka qenë shumë e madhe që fëmijët të ndjekin kurset në gjuhën shqipe. Si qëndron sot kur flasim për interesimin e prindërve që fëmijët e tyre të mësojnë edhe në gjuhën shqipe? Ta zëm, derisa për shkoja në Gjenevë, me aeroplan, do gjoja fëmijë që ju flisni nëna në Shqip dhe prindër që u aktheni në gjuhën franceze, në këtë rast, fëmijëve të tyre. Si qëndron, nëse do të mund të bënim një krahasim, dëshira dhe interesimi prindërve në ditët e sotme me të kaluarën që fëmijët e tyre ta kenë gjuhë të tyre edhe gjuhën shqipe, jo vetëm gjuhën e vendit në cilin ata jetojnë? Po, si të them, mu me doket, si kurse une faktikisht kam filluar të punoj në lidhjen e arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë në vitin 1993. Kuptohet mbi 30 vite. Dhe mu me duket se ajo kohë kishte ma shumë të interesuar, kishte ma shumë eufori, kishte ma shumë ajo zemër gjerësi, ajo zemër dashuri për të mësuar gjuhën shqipe reallin. Edhe me duket se nuk është tash sikur ajo kohë, sepse sikur se të ishte të përfshineshin vetëm 50%, mos them 100%, veç të përfshineshin 50% të fëmijëve shqiptarë, kom fjalën për kantorin e Zürichut, ne nuk do të kishim kapacitet që të mbulojmë pikat shkollore. Por është një përqindje, me thonë, jo e madhe, jo shumë e vogël. Në krahasim me numrin e shqiptarëve që jetojnë atje? Mendon numrin e prindërve shqiptarë. Pikërisht. Po tash numrin saktësisht të prindërve nuk mund të them. Jo, ne po themi që nëse do të krahasonim numrin e fëmijëve dhe prindërve shqiptarë që jetojnë atje, është shumë i vogël me numrin e nxënësve që ju keni në shkollën shqipe, apo? Sigurisht, po, sigurisht janë më shumë janë që nuk janë të përfshirë, se sa do të përqindja është me madhe që nuk janë të përfshirë, se sa janë të përfshirë në gjuhën shqipe. Pse mungon ky interesim në ditët e sotme, zotri Ulaj, përkundër faktit që mundësit janë më të mëdha, lidhjet janë më të mëdha, dhe fundit, edhe nëse fëmia nuk mund të jetë fizikisht, ka dhe plot mundësi të tjera në mënyrë virtuale që të inkuadrohet në krejt të mësime që ju realizani? Po, tash nuk mund të ditë të ndodhë, si duket, unë e flasën nga bisedat për shembull me prindërit kur flasim, shumë kanë pritur nga shtetet tona. Vjarëm kur pas pavarësisë së Kosovës, këta kanë menduar, shumë kusht mendon se është dashur mësimin e gjuhën shqipe të merren faktikisht ambasadat shtetet tona. A ka pasur ndonjë iniciativë nga ambasadat e Kosovës dhe të Shqipërisë që t'ju dalin në ndihmë këtyre institucioneve, sepse përmenden që janë më shumë se 33 vjet punë aktive nga kohë shumë të vështira, financiare, politike, deri në ditët e sotme? Me të thënë të drejtën, vite me radhë pas pavarësisë së Kosovës, ne kemi pasur takime të shumta, edhe me ministrat të diasporës, edhe me ministrat të arsimit, edhe shumë. Thuja se fjalë ka pas, mjaft, por diçka në vepra ende nuk kemi. Nuk kemi kur gjatë dot, derisa nacionalitetet tjera, ambasadat tjera, kujdesen edhe për mësimin e gjuhës shqipe, përmes organizojnë, i pyesin prindërit, do thotë nëse nuk i dërgojnë fëmijën në shkollë, do thotë ambasada ka raste që mësuesit të nacionaliteteve të tjera të cilat punojnë me ta, do të thonë se për neve ambasada e merr me telefon familjen dhe e pyet pse ju nuk i dërgoni fëmijën në shkollë. Edhe është ndryshe kur të pyet do institucioni, kurse të vrapojmë dhe të pyesim nese. Faktikisht ashtu ka paragjykime shumë të ndryshme. Të them se unë nuk po flasësh për veten, për përgjithësi të mësuesët. Me këtë pagë që punojmë këtu është një më mirë mas me folë, sepse është një pagë që sharake, saqë nuk është të mbijetojsh me të. Kush u asiguron këtë pagë, zotri Ulaj? Si e sigurani këtë pagë? Do thotë pagesat bëhen nga prindërit. Prindërit? Të cilët i dërgojnë fëmijët në shkollë, po.
Pagesat i bëhen prindërit të cilët i dërgojnë fëmijët në shkollë, është një pagesë minimale, thuja, e cila pagesë ka filluar të bëhet e njëjta në vitin 1992-93, kur ka filluar pralapshi. Ajo pagesë qëndron akoma, që ka vendosur atëherë Ministria e Arsimit e asaj kohe, që ka qenë stadione i zoti Bicaj, pashtu nuk është më dot, edhe ai çmim i fëmijëve është, i pagesës për fëmijë është edhe sot akoma, derisa çmimet tjera. Me gjitha këto ndryshime ekonomike, financiare që kanë ndodhur. Kështu që ne nuk kemi marrë guximin që të ndryshojmë, po është ai çmim i cili është faktikisht nëse shikojmë është mujore, ne kemi 2 orë në javë. Nëse i marrim 2 orë në muaj, do thotë 4 herë fëmija vinë mërna muajt, do thot ka 2 orë, i bjen ka 5 franc nga ora, do të 14 franc në muaj i paguën për një fëmijë, 50 për 2 dhe 60 nëse ka 3. Në moment është, kjo është. Kam parasysh në një shtet si që është Zvicra me gjitha ato të themi çmime jashtëzakonisht enorme nëse do të bëj krahasimi me këtë që po thoni. Po më intereson të di, përkundër krejt këtyre problematikave, fëmijët, sa kanë dëshirë që ta mësojnë gjuhën shqipe, sa ju pëlqen, sepse fundit ata janë të lindur dhe të rritur në një vend krejtësisht të huaj. Po, shiko, unë mendoj se fëmija, si fëmijë, edhe unë kam pas fëmijë, edhe të gjithë kemi fëmijë. Fëmijën po të t'i pyetish nuk do të shkojnë as në shkollën gjermanisht. Kuptohet se janë të lodhur, ase nuk kam dëshirë të shkoj. Por këtu ka luajtur rolin më shumë prindi, i cili faktikisht duhet pak të, sepse fëmija në atë moshë të rej, në klasën e parë, 2, 3, 4, çka mund të dina e çka është e mirë për ta, së të mësohet gjuhën. Nëse se ka, do të pak është impresion pretenum nga prindi. Sepse, pse e thëmë ketë, jo më largë që javën e kaluar, i kisha disa 3 nxënës, erdhen pa pritmës në orën time mësimore, të cilët e kanë mbaruar mësimin para 5-6 viteve. Tash, unë kam nxënës të mi të cilët janë prindë dhe i sjellin fëmijë në shkollë. Edhe erdhen tek unë me më vizitu, dhe plus më kishin sjellë një dhuratë, edhe me thanë, mësuesit, tash i kem rapish më sa mirë ka qenë, kem gabu se s'kem mësuar më shumë, se shumë na ka ndihmuar gjuha shqipe. Shumë na dim të lexojmë shokët e tonë apo shoqet tona, të cilat nuk kanë shkuar në shkollë, nuk din fare të lexojnë, kurse ne dim të lexojmë shumë mirë shqipe dhe dim të shkruajmë. Një përparësi shumë e madhe kjo. Tash e din vlerën, sepse është, po mendoj, fëmia në atë moshën e vogël nuk mund të din ai vlerën se sa duhet të mësojë gjuhën shqipe, por për juve personalisht, nëse është diçka goxha shumë e vështirë në fakt për të kërkuar në kuptimin që duhet të mendoni shumë, ndoshta, por në këtë moment, nëse do t'ju pyesja cili është momenti më emocionues për juve që keni pas në gjithë këto vjet që merreni me arsimin, me mësimin e gjuhës shqipe, kulturës shqipe në